Hekurudha Tiranë-Durrës, ose që prej vitit 2013 Kashar-Durrës, është 38 km i gjatë dhe lidh dy qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë. E ndërtuar gjatë viteve 1948-49, ajo ishte hekurudha e dytë për transport pasagjerësh e ndërtuar në Shqipëri. Shoqëria aksionare e hekurudhës shqiptare është themeluar në vitin 2000 me seli qendrore në Durrës dhe ortaku i saj i vetëm është Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes. Në ditët e sotme, rrjetit hekurudhor shqiptar i mungon jo vetëm stacioni në kryeqytet, por edhe sinjalistika, komunikimi i duhur dhe bazuar në raportin e fundit të Open Data edhe mbulimi i shpenzimeve të saj. Në harkun kohor të një viti, 120 shoqëri me aksionar të vetëm apo mazhoritar kanë shënuar rritje kapitali prej 72.5 miliard lekësh, vlerë që rrit kapitalin me 81%. Kapitalin më të lartë e shënon pikërisht hekurudha shqiptare me 52.4 miliard lekë. Raporti i publikuar nga Open Data për periudhën 2012-2014 jep një pasqyrë edhe të mbulimit të kostove të punës përmes xhiros vjetore. Ky mbulim i kostove të punës përmes xhiros vjetore të shoqërisë është element që tregon nivelin e vetfinancimit të institucionit publik. Hekurudha shqiptare SHA, në vitin e fundit të deklarimit kontabël, viti 2014, ka mbuluar me xhiro vjetore vetëm 66% të pagave dhe shpenzimeve për personelin, duke u shënuar si rast shoqërie subvencionuar nga buxhete publike. Bazuar në të dhënat e marra nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, siç e shihni edhe në grafikun e ndërtuar nga Open Data, mbi 142 milion lek është kostoja e punës e pambuluar nga xhiroja vjetore. Në prill të vitit 2015, qeveria miratoi projekt ligjin për rindërtimin e linjës hekurudhore Tiranë-Durrës. Projekt ky i financuar nga Bergj, i cili si synim kishte funksionimin e segmentit hekurudhor të parametrave europian. 1.2 milion euro ka qenë shuma e përfituar nga qeveria shqiptare nga fondi për studimin e fizibilitetit për gjithë linjën hekurudhore shqiptare. Në një raport të qershorit 2015 të grupit auditit të kontrollit të lartë të shtetit, për kontrollin e hekurudhës shqiptare për periudhën e veprimtarisë 2011-2014, mbi hartimin, shqyrtimin, miratimin dhe zbatimin e programit ekonomiko-financiar, konstatohet se për vitin 2014, programi ekonomiko-financiar, pra buxheti vjetor, ka pësuar ndryshime gjatë vitit. Këto ndryshime, sipas raportit, në disa raste nuk janë miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës, si dhe nuk janë miratuar nga aksioneri i vetëm, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Sipërmarrjes. Sipas këtij raporti, gjithashtu analizat periodike për nxjerrjen e përgjegjësve përkatës për devijimet nga programi i miratuar nuk janë zhvilluar. Sipas masterplanit, kapitali i sektorit privat nuk shihet si një alternativë e mundshme investimi në periudhën afatshkurtër. Rrjeti gjithëpërfshirës transeuropian i transportit, program ky i Bashkimit Evropian për zhvillimin e infrastrukturës në Europë, mbulon edhe seksionin e rehabilitimit të hekurudhës Durrës-Tiranë dhe krijimin e atij Tiranë-Rinas, ose ndryshe i quajtur Korridori 8. Grupi i gjerimit të ABC News u nis drejt stacionit të Kasharit, të inauguruar në maj të 2015 nga Ministri i Transporteve Haxhinasto dhe kryetari i Kuvendit Ilir Meta, për të parë kushtet, çmimet dhe funksionimin e stacionit të trenit. Oraret e nisjeve të trenave nga Kashari në Durrës dhe Anasjelltas gjenden në faqen zyrtare të Ministrisë së Transportit. Siç e shihni edhe nga pamjet, në stacionin e Kasharit nuk ka tren. Oraret janë shkurtuar. Si për momentin këto orare tjera tash nuk ka për momentin. Janë dy trena në mes, dy trenet e parë. Treni i parë është në 7:55, i dyti 8:30, 8:30. Ne tash kemi asnjë lloj njoftimi. Këto janë për momentin këto, ky grafik është ky orar është. Nëse do ketë për momentin, nuk e dim. Duket se për sa kohë këto plane do të vazhdojnë të mbeten në letër. Shqipëria do të vijojë të jetë një nga të paktat vende në Europë dhe botë me një rrjet të amortizuar dhe jashtë funksioni. Ndërsa ato linja hekurudhore ekzistuese i bëhen barre pa justifikuar buxhetit publik me kostot e pambuluara nga xhiro vjetore.